Përshëndetje, të nderuar këshilltar, i nderuar zëvendës kryetar, të nderuar pranishëm, media, e deklaroj të hapur këtë mbledhje të radhës të Këshillit Bashkiak. Në këtë mbledhje do të shqyrtojmë dhe do të miratojmë 19 projekt vendimet propozuar nga kryetarja e Bashkisë. Materialet ju janë vënë dispozicion nga sekretariati nëpërmjet emailit. Dori, ju lutem, prezencë. Përshëndetje, fillojmë. Ardian Muka. Edvira Shemsi. Luan Nezha. Pontiana Kuqi. Dritan Gudia. Ermal Braholli. Julieta Ngota. Arlin Boshku. Arieta Keqi. Bledar Prizreni. Anisa Ibraj. Erzen Laçi. Mirela Shala. Erlan Gjelilaj. Ana Dhamo. Gjiljola Doçi. Munir Konesha. Alfred Mullaraj. Jonada Mamo. Jurgen Zaza. Elizabeta Mataj. Erviz Beteshi. Suada Quri. Denis Lika. Alketa Ngjeqi. Ilir Paja. Klementina Meqi. Dhesh Quni. Anila Kapidani. Frans Stragaj. Nurie Gjoni. Ekuran Markola. Silvana Gasi. Aldo Qelaj. Denis Alvarasi. Dorian Isai. Marsida Peshti. Dritan Rakipi. Leoniada Musaraj. Periana Kotri. Pastriot Gjongoli. Eralda Lipi. Gjojana Gjeneci. Renald Koka. Lutur Akasa. Jonuz Myshketa. Edvira Devolli. Sami Osmani. Lerina Reqi. Samet Bata. Florian Talieri. 36 këshilltar në salë. Faleminderit Dori. Me që kurumi është i pranishëm, vazhdojmë me mbledhjen, po kalojmë leximin e pikave të rendit ditës. Pika 1. Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi të ardhurat Bashkisë Durrës për muajin qershor 2026. Për miratimin e planit vendor të veprimit për barazinë gjinore 2026-2030 në Bashkinë Durrës. Pika 3. Për miratimin e disa shtesave në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 99 datë 28/10/2024 për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në pikën 1 të VKB-s numër 575 datë 20/12/2018 të ndryshuar për sa i përket vendodhjeve të reja të vendqëndrimeve taksi 4+1 dhe 8+1 në qytetin e Durrësit. Për miratimin e disa ndryshimeve në VKB-n, pika 4, për miratimin e disa ndryshimeve në VKB-n numër 6, datë 10/2/2026, për miratimin e vlerës të shpronësimit të pasurive private që preken nga projekti lidhja e Currilave me rrugën Aleksandër Goga. Pika 5, për miratimin për disa ndryshime në vendimin numër 76, datë 23/12/2025 të Këshillit Bashkiak për miratimin për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 5, datë 10/3/2025 për miratimin në parim të vlerës financiare të shpronësimit prej 400.703.84 lek për pasurit pron private sipas tabelës së hartuar nga grupi i punës i ngarkuar për kryen e vlerësimit para prak dhe është pjesë e këtij vendimi që preken nga investimi publik me objekt rikonstruksion rrugë në njësinë administrative Ishëm. Pika 6. Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimet e Këshillit Bashkiak numër 20 datë 11/6/2025 për sa i përket zotit Daniel Mehmeti dhe zotit Petro Dedja numër 21 datë 11/6/2025 për sa i përket zotit Agim Hodo dhe Juventus Kodra si dhe numër 36 datë 9/5/2022 për sa i përket zotit Skënder Çuka. Pika 7. Për miratimin e listës së përfituesve nga programi procesit të rindërtimit, si dhe ndryshimin e numrit rendor 12 të tabelës së miratuar në VKB-n numër 44, datë 23/7/2025, të numrit rendor 14 të tabelës së përcaktuar në pikën 9 të VKB-s numër 104 datë 30/3/2023,
të numrit rëndor 250 të tabelës së miratuar në aneksin 1 subjekte përfituese të grantit të rindërtimit njësi administrative ishëm në VKB numër 72 datë 27/2020. Të numër rëndor 27 të tabelës së miratuar në aneksin 1 subjekt përfitues nga programi i zhvillimit të zonave të reja me VKB numër 86 datë 29/7/2024. Pika 8. Përmiratimin e subjekteve aplikuese të shpallura përfituese, të cilët kërkojnë të transferohen në zonat e reja për zhvillim si dhe përmiratimin e ndryshimit të VKB-s numër 48 datë 14/4/2021 të VKB-s numër 67 datë 10/6/2021, të VKB-s numër 142 datë 12/11/2021, të VKB-s numër 83 datë 27/9/2024, të VKB-s numër 3 datë 13/1/2023, të VKB-s numër 141 datë 24/11/2021, të VKB-s numër 66 datë 17/3/2023, të VKB-s numër 38 datë 31/3/2021, të VKB-s numër 117 datë 30/9/2021, të VKB-s numër 48 datë 14/4/2021. Pika 9. Përmiratimin e listave të përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit në Pallatin Kastrati numër 14, rruga Stefan Dhima, njësi administrative numër 5, Pallati numër 8, rruga Stefan Dhima, njësi administrative numër 3, Pallati numër 25, fraksion 1, rruga Hysen Myshketa, njësi administrative numër 3, Pallati numër 18, rruga David Selenica, njësi administrative numër 5, Pallati numër 52, rruga Selvia, njësi administrative Suks, miratimin e ndryshimit të numrit rëndor 1 të aneksit numër 1 subjekt përfitues nga programi i rindërtimit në njësinë administrative numër 2 të VKB-s numër 79 datë 29/7/2024, si dhe miratimin e ndryshimit të numrit rëndor 1 të aneksit numër 3 subjektet përfituese nga programi i rindërtimit në njësinë administrative numër 5 të VKB-s numër 86 datë 31/8/2020. Pika 10 e rendit ditës, përmiratimin e ndryshimit të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 30 datë 23/6/2021, përmiratimin e listës së përfituesve nga procesi i rindërtimit për pallatin numër 1032, rruga Alex Komneni dhe pallatin Kastrati, rruga Ramadan Veliu, të dëmtuar nga fatkeqësia natyrore tërmetit datës 26 nëntor 2019 të ndryshuar. Pika 11. Përmiratimin e ndryshimit të VKB-s numër 7 datë 10/2/2026, përmiratimin e listës emërore të familjeve që përmbushin kriteret ligjore për përfitimin e bonusit të strehimit që do të akordohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në favor të Bashkisë Durrës për subvencionimin e QRA-s për vitin 2026. Pika 12. Përmiratimin e ndihmës financiare me vlerë totale prej 10.242.173 lekë për likuidimin e plot të familjeve të dëmtuara nga përmbytjet e shkaktuara nga rreshjet intensive të shiut të muajit shtator dhe nëntor 2025. Pika 13. Për emërimin e gjimnazit Manës në njësinë administrative Manës në Bashkinë Durrës. Pika 14. Përmiratimin e një shtese në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 34 datë 12/6/2026, përmiratimin e hartës së vendqëndrimeve të mjeteve lundruse dhe korridoreve të lëvizjes së tyre në territorin e Bashkisë Durrës. Pika 15. Për përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe trajtimit financiar për sportistët dhe trajnerët që përfaqësojnë qytetin e Durrësit në kompeticione kombëtare dhe ndërkombëtare për vitin 2026. Përmiratimin e projekt dokumentit të parë të programit buxhetor afat mesëm 2027-2029 të Bashkisë Durrës. Pika 17. Përmiratimin e përdorimit të vlerës financiare për 109.276.634 lekë për likuidimin e plot të familjeve të patrajtuara dhe për përfundimin e likuidimit të familjeve të trajtuara pjesërisht financiarisht në zbatim të VKB-s
numër 75 datë 23/12/2025 të dëmtuar nga përmbytjet e shkaktuara nga rreshjet intensive të shiut të datave 29 i pari 2025, 30 i pari 2025. Pika 18. Për miratimin e përdorimit të fondit prej 694.220 lek të rimbursuar nga projekti Terrain, program Interreg IPA Adrion 2021-2027. Dhe pika e fundit, pika 19, për miratimin e listës së përfituesve nga programi procesit të rindërtimit të pallatit numër 32 rruga Teodor Rupi, në njësinë administrative numër 3, i dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2019, si dhe miratimin e ndryshimit të numrit rendor 11 aneksi 1 VKB-s numër 3 datë 13 i parë 2023, për miratimin e listës së 13 të 11 subjekteve përfituese, të cilët do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuar nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019 sipas projektit model. Keni ndonjë koment? Jeni dakord me rendin e ditës? Po, Muka. Mirëdita zonja kryetare, zonja nën kryetare, nderuar kolegë. Do të rriqja vëmendjen, sepse është disa ta herë që ne kthehemi dhe rikthehemi në këtë argument, meqense nga ana e bashkisë sot e kësaj dite vazhdojnë edhe na sillen materiale që vinë në Këshillin Bashkiak, pastaj për të trajtuar në mbledhjen plenare të Këshillit, jashtë afatit ligjor që është 5 ditëshi. Natyrisht kuptojmë ngarkesën që mund të ketë edhe ana bashkisë dhe mirë kuptojmë në detyrën e tyre, por nga ana tjetër nuk na kushton asgjë që materialet të cilat nuk arrin të kapin afatin e duhur të spostohen për mbledhjen tjetër. Kësaj radhe kishte shumë materiale të cilat ishin sensitive, ishin materiale në dobi të komunitetit dhe patët atë pjesën e bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit tonë. Por nga ana tjetër nuk mund të vazhdojmë kështu. Unë do propozoja që të bëjmë një ndryshim në rregulloren e Këshillit Bashkiak. Do bëjmë mbledhjen muaj. Jo, mbledhjen nuk mund ta ndryshojmë sepse ajo është ligjore, po do kërkoja që mbledhja e kryesisë, kryetarëve të grupeve, të jetë një mbledhje ku të merret vendim, pra mos jetë thjesht një organ këshillues dhe informues, pa ne na vinë si informacion dhe e përcjellim, japim okay. Kjo mbledhje të jetë një mbledhje vendimarrëse. Nëse do themi që këto mbledhje nuk do futen këto materiale sepse janë jashtë afatit ligjor, neve të respektojmë. Je shumë i qartë, do ndryshohet rregulloria, ashtu do mbledhje materiale. Ktu kërkoj mirëkuptimin e të gjithë kolegëve, gjithashtu dhe stafit bashkisë. Faleminderit. Ju falenderoj për sugjerimet dhe mbështetjen tuaj në kalimin e këtyre pikave. Po, ja, po falenderoja Mukën, të lutem, se Flutra nuk ta kam dhënë. Po do më japësh? Patjetër. Okej. Meqense me zotin Muka jena bë kështu si duhet, që sa herë flet duhet t'i kthejmë përgjigje. Kisha vetëm diçka. Qa janë çështje për rindërtim, ndihmë ekonomike, përmbytje që kanë lidhje direkt me komunitetin, me vërtet është për t'i tërheqë vëmendje administratës që t'i marrin punën më përpara, por qa janë çështje që kanë lidhje direkt me komunitetin, unë do votoj pra edhe sikur të vinë minutë fundit. Vetëm se dua diçka. Ne i paraqitni qa janë çështjet e rindërtimit, personat edhe me një dosje, ka mundësi t'i shohim edhe vetë ato dokumentat që janë nëpër dosje, që mos kemi pastaj probleme më mrapa. Kaq kisha. Faleminderit. Kështu që qa janë çështje me komunitetin, faleminderit. Deri në sekond fundit do i votoj edhe për kaq kohë sa më ka ngel që jam këshilltar. Faleminderit, zonja Kola, kalojmë votim elektronik.
Me 35 vota pro dhe 1 abstenim, miratohet rendi i ditës pa ndryshime. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 1, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Përshëndetje të gjithëve, komisioni ynë miratoi pikën e parë dhe ftojmë Këshillin që të japi voton pro. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni Barazisë Gjinore, Mirëqenie Sociale dhe Mosdiskriminimit, zonjës Edlira Arizi. Ju lutem, thërite mikrofonet. Jo, nuk e ke thërit mikrofonet. Shtype. Pa. Atëherë, Komisioni i Çështjeve Sociale, Barazisë Gjinore dhe Kundër Diskriminimit, me shumicë kvorumi, miratoi listën për ndihmën ekonomike brenda fondit limit 6% dhe me të ardhurat e bashkisë për muajin qershor 2026 dhe ja paraqet Këshillit për votim. Faleminderit zonja Arizi. Pyetje komente kemi për pikën 1 të rendit ditës? Kalojmë votim. Me 36 vota pro, miratohet pa ndryshime pika 1 rendi ditës. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 2, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Edhe pikën e dytë ne e votuam dhe ftojmë Këshillin që të japi voton pro. Faleminderit. Faleminderit. E merr fjalën Komisioni Barazisë Gjinore, Mirëqenie Sociale dhe Mosdiskriminimit, zonja Edlira Harizi. Komisioni i Çështjeve Sociale, Barazisë Gjinore dhe Kundër Diskriminimit në lidhje me pikën në fjalë duhet t'i bëj disa pyetje përfaqësuesit bashkisë në lidhje me relacionin që do lexoj. Jeni dakord? Pastaj te komentat. Pastaj kemi pjesën e komentave. Jeni dakord që ajo mund t'i kaloj Këshillit, por gjithsesi ne duam të bëjmë pyetjet tona për diskutim. Në komision, si keni votuar shumica? Që shumica ka votuar që të kalojnë komision, por me pyetjet përkatëse, që i kam shkruar edhe në relacionin e mbledhjes që u bë. Me radhë, ti marrim me radhë. Pra keni rënë dakord. Po kam shkruar në relacionin e mbledhjes që këtë pikë unë do kërkoj informacion. Atëherë, ka komente dhe pyetje për pikën 2 të rendit ditës? E kaloj. Edlira, ke pyetje? Po kam. Vazhdo. Në lidhje me përfaqësuesen e bashkisë për relacionin që është dhënë. Është bërë edhe një dëgjes, në fakt unë siç kam komunikuar me ju zonja kryetare, për arsye objektive se kam qenë në një konferencë jashtë vendit, nuk kam qenë dhe nuk arritëm dot të lidheshim online, por rezervova të drejtën të bëj pyetjet çka e thash edhe në komision dia. Po mund të paraqisësh pyetjet. Pyetja e parë në lidhje me zbatimin vendor të planit për Barazinë Gjinore 2026-2030. A janë mirëmenduar dhe janë evidentuar të gjitha burimet financiare, sepse në relacion, unë lexova relacionin, thuhet se akoma procesi i kostimit të këtij plani nuk ka përfunduar. Atëherë, sa është kosto dhe ku janë burimet që janë menduar që ky plan të realizohet? Pyetja e parë. Pyetja e dytë. Sa fonde janë parashikuar për fuqizimin ekonomik të grave dhe vajzave të cilat kanë kërkuar ndihmë dhe përkraje ekonomike pranë Bashkisë Durrës? Dhe sa punonjës është parashikuar që do jenë në dispozicion të kryerjes dhe zbatimit të këtij plani 2026-2030 për Barazinë Gjinore në lidhje me ndihmën që do jepet edhe suporti do jepet për gjithë gratë dhe vajzat që do kërkojnë ndihmë? Janë këto punonjës janë aktualisht apo në kostime që do bëhen janë parashikuar dhe rritja e strukturës e punonjës të tjerë? Pyetja tjetër. Çfarë nuk kupton termi transformim i roleve tradicionale gjinore, i cili është përshkruar në relacion?
Ku është bazuar ky? Në ligjin e kaluar në parlament tashmë së fundmi për barazinë gjinore, ligj I cili u kundërshtua jo vetëm nga opozita, por nga të gjithë përfaqësuesit institucioneve fetare dhe organizata të tjera. Ku është bazuar ky term dhe çfarë kupton termi transformim I roleve tradicionale gjinore? Do me thënë, ndoshta unë jam gabim, por një burr I cili e ndjen veten grua të kërkojë ndihmë si grua e dhunuar, çfarë nuk kupton ky term? Faleminderit, zonja. Po. Përshëndetje të gjithëve, Djola Xhango, drejtoresha e shërbimit social në Bashkimin Durrësit. Në lidhje me pyetjet, po e filloj nga pyetja e fundit, meqense për kostimin flet drejtoresha e buxhetit. Patëm një diskutim pak para mbledhjes, në lidhje me termat që janë përdorur në planin e barazisë gjinore. Si fillim, plani I barazisë gjinore për Bashkinë e Durrësit 2026-2030 është totalisht I bazuar në konventat europiane, ligjet europiane, strategjinë kombëtare për barazinë gjinore 2021-2030 dhe patjetër te ligji I fundit për barazinë gjinore I cili është miratuar në parlament. Në lidhje me qasjen transformuese që ju flisni si term, që e keni lexuar në fakt në planin e barazisë gjinore, qasje transformuese gjinore nuk ka të bëj me transformimin gjinor të njeriut, pra nuk ka ndërmend ky plan ta kthej burrin në grua dhe grua në burr. Transformimi gjinor ka të bëj me gratë e dhunuara, me gratë vulnerabël të cilat kërkojnë të transformojnë gjendjen e tyre, si ekonomike dhe madje po ta lexoni, ka 4 pika kryesore ky plan, që është fuqizimi ekonomik, ja ku I keni, rritja e pjesëmarrjes në vendimarrje, parandalimi dhe adresimi I dhunës për gratë dhe vajzat si dhe dhuna në familje, si dhe konsolidimi I mekanizmave institucional, le të themi të bëhet pak më konkrete këto mbledhjet që bëjmë për dhunën, siç kemi mekanizmin e koordinuar që jo para pak ditësh e kemi mbledhur në lidhje me problematikat për gratë të dhunuara me urdhër mbrojtje. Kështu që nuk ka të bëj me transformimin gjinor, siç e thash, burr grua burr, po ka të bëj me transformimin e një gruaje vulnerabël. Ky është thelbi. Ky plan I barazisë gjinore nuk mund të diskriminoj grupe të veçanta, prandaj dhe LGBT është e përfshirë, siç janë të përfshira disa grupe dhe I keni shumë mirë të cituara në relacion, dhe ju keni një shprehje gjatë gjithë kohës të plani I barazisë gjinore ku thuhet nga të gjitha grupet. Dhe kjo është një shprehje të cilën neve nuk mund ta përjashtojmë LGBT-n. Është detyrim ligjor që ne do përfshim të gjithë. Por plani I barazisë gjinore synimin kryesor e ka për gratë dhe vajzat, burrat dhe djemt, të rinj dhe të rejat, dhe sidomos, siç e kemi cituar, për gratë të cilat janë vulnerabël, janë gratë të dhunuara, janë nëna të divorcuara që kanë nevojë për mbështetje, fuqizim ekonomik dhe mbështetje institucionale. Shumë faleminderit. Në rastin e grupeve LGBT, ka një plan kombëtar dhe Bashkia e Durrësit duhet të bëjë një plan të veçantë për këtë grup. Pra, ky plan I barazisë gjinore nuk është I dedikuar për LGBT, por ne nuk mund mos ta përfshim dhe ta rendisim te grupet e përfshira. Kjo është në lidhje me stafin. Bashkia e Durrësit ka të dedikuar një punonjës për barazinë gjinore në drejtorinë e shërbimit social, e cila merret e ka të dedikuar pozicionin e saj dhe gjatë gjithë kohës për këtë plan patjetër që do mbaj evidencat e saj, por kjo do të thotë që ky plan është deri në 2030 dhe nuk do mund të ndryshojë me vitin. Pastaj për punën e kostumit, do më falni, po është drejtoria e buxhetit.
Po, do shikohet vit mbas viti në bazë të... Po, Edlira, më thoj. Faleminderit, drejtoresha. Okej. Sigurisht unë e kuptoj që nuk bëhet fjalë që bashkia të nisi një projekt për kthimin e burrave në gra, ashtu siç thatë, sepse këto e ka marrë përsipër ligji për trajtimin hormonal dhe nuk ka ngel ta bëj bashkia se do e bëjnë me fondet e bën për ligjin për trajtimin hormonal, por atëherë përgjigja është shumë e saktë. Ndërkohë që këtu flitet për planin, për mbështetjen e grave, për barazinë gjinore për gratë, specifikisht për gratë e dhunuara në vështirësi ekonomike me probleme sociale, ndërkohë u tha qartë tashmë që këtu bëhet, ju lutem, më lini kam të drejtën të ju lutem zonja kryetare, kam të drejtën komentoj. U bëj qartë që këtu bëhet fjalë dhe për komunitetin LGBT. Që në fakt nuk kishte në këtë plan, por na qenë ka futur tashmë që një pjesë të buxhetit do ta marrë komuniteti LGBT. Më fal, mos ndryshoni. Jo fare, nuk e ndryshoj. Mos e ndrysho qasjen që unë fola. Absolutisht jo. Dhe edhe një gjë tjetër, më fal zonja drejtoresh, edhe një pyetje tjetër që mund t'ua kisha bërë më parë. A e keni numrin e grave dhe vajzave të dhunuara që janë trajtuar nga bashkia deri në këtë periudhë për çfarë ka qenë në planin e mëparshëm dhe sa është numri i grave dhe vajzave të cilat janë ndihmuar në sipërmarrjet e tyre apo në aktivitetet e tyre? Për informacion të mëtejshëm me detaje, mund ta jap me shkrim, po të them që për 2025-ën janë trajtuar 339 raste të grave me urdhër mbrojtje nga Bashkia e Durrësit dhe aktualisht nga janari deri më sot që flasim janë 215 raste të suportuara nga Drejtoria e Shërbimit Social, patjetër në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Shtetit dhe me institucionet e tjera të cilat kemi bashkëpunim. Të gjitha këto gra mbështeten pranë qendrave tona sociale me shërbim psikologjik, juridik falas, after school për fëmijët e vet dhe suportim për t'i mbështetur, për të gjetur punë dhe për të fuqizuar ekonomikisht. Dhe për banesë apo jo? Dhe për banesë patjetër. Sa nga këto janë suportuar për banesë? Po, ja ta them unë. Jo, ta them se I kam shifra. Ju lutem me do pis në kohën që flet zonja. Në takimin kur është jo, unë sapo e kam marrë strehimi social. Ta kthem pazar. Ju lutem zonja kryetare apo na le të marrim gjithtash, mos bëni zhurmusin. Ju lutem, sa kanë marrë nga këto ndihmë për strehim? Drejtoria e Shërbimit Social në shkurt të referuara gra me urdhër mbrojtje, le të themi 6 muaj deri në 1 vit, janë referuar 8 gra të cilat janë aktualisht në listën e bonusit të qeras me 50%. 6 gra. Dhe 8. Dhe ju aktualisht nga 300 që kanë kërkuar ndihmë kanë marrë, nga 300 kanë marrë 8. Prej 5 milion lekësh për gratë e dhunuara me urdhër mbrojtje të menjëhershëm që mbas qendrës së emergjencës 72 orë kaloi nga Drejtoria e Shërbimit Social në Drejtorinë Ekonomike me veprime të përshpejtuara për të kaluar direkt me bonusin e qeras. Po ju kuptoj, faleminderit, po nga 300 që kanë kërkuar ndihmë, sa nga këta vazhdojnë të jetojnë me dhunusin sepse nuk kanë marrë akoma suport për strehim. Jo të gjitha gratë që kanë urdhër mbrojtje, të lutem, se jo duhet të vazhdojmë dhe e kemi diskutuar edhe bashkë në komision, jo të gjitha, por një pjesë e konsiderueshme kanë kërkuar suport për strehim dhe nga halli se nuk e kanë marrë vazhdojnë të jetojnë në një shtëpi me dhunusin. Vazhdosh me pyetjen? Faleminderit, drejtoresha. E kam kërkuar më herët. Ta mbaroj pyetjen. Edlira, si të vendosi drejtuesja? Si të vendosi? Ja më thuaj rastin konkret dhe pastaj e flasim sepse mund të ketë gra që e kanë marrë bonusin e qeras dhe mund të zgjedhin të jetojnë prapë afër bashkëshortit, është një zgjedhje e tyre. Jo, nuk e bëj. Jo, Edlira, me që kemi barazinë gjinore, të respektojmë gratë. Edlira, bëj pyetjen. Mos të diskriminojmë burrat, gjithsesi. Faleminderit zonja drejtuese së seancës. Të lutem pak qetësi ta dëgjojmë Edlirën. Faleminderit, i nderuar zonës kryetar, të nderuar përfaqësues të administratës, të nderuar këshilltar. Kam përgatitur një diskutim për pikën 2 që nuk besoj se zgjat më tepër se 2-3 minuta. Në lidhje me relacionin për miratimin e planit vendor veprimit për barazi gjinore 2026-2030 në Bashkinë Durrës, dua të shpreh disa rezerva parimore dhe përmbajtësore, të cilat të konsideroj të rëndësishme për të marrë në konsiderat përpara miratimit të këtij dokumenti. Së pari, dua ta bëj qartë që në fillim, qëndrimi im nuk ka të bëjë me nxitje urrëtie, përjashtim apo mohim të drejtave të askujt.
çdo qytetar i Durrësit, pavarësisht bindjeve, mënyrës jetesës, orientimit apo vetë perceptimit personal, duhet të trajtohet me dinjitet, të mbrohet nga dhuna, të mbrohet nga diskriminimi dhe çdo formë abuzimi. Jo, të lutem, e kam diskutim. Nuk po. Jo. Kjo është detyrë e institucioneve publike në parim bazë një shoqërie demokratike. E kam opinionin tim. Megjithatë, pikërisht është për pikën 2. Megjithatë, pikërisht për shkak se flasim për një dokument publik që do të orientojë politikat vendore për disa vite, mendoj se duhet jemi shumë kujdesshëm në mënyrën se si ndërtohen kategoritë, prioritetet dhe ndërhyrjet konkrete. Në materialin e paraqitur, në disa pjesë, trajtimi i grave dhe vajzave dhunuara, grave në nevojë, nënave të vetme, personave të trafikuara, personave me aftësi të kufizuar dhe kategorive të tjera të cënueshme, vendosen në të njëjtën kornizë me çështjen që lidhet me orientimin seksual apo shprehjen e identitetit gjinor. Unë nuk jam dakord që këto çështje të bashkohen në mënyrë të përgjithshme pa ndarje të qartë, sepse nevojat, problematikat dhe ndërhyrjet institucionale nuk janë të njëjta. Një grua e dhunuar në familje, një vajzë e trafikuar, një nënë e vetme në pamundësi ekonomike apo një e moshuar pa mbështetje sociale, ka nevoja urgjente për strehim, mbrojtje, ndihmë ekonomike, shërbime sociale, mbështetje psikologjike dhe siguri fizike. Këto janë situata konkrete, cënueshmërie dhe dhune, të cilat kërkojnë masa të drejtë për drejta dhe të matshme nga bashkia. Nga ana tjetër, çështjet që lidhen me orientimin seksual apo identitetin gjinor nuk duhet të trajtohen në mënyrë të tillë që të zbehin fokusin kryesor këtij plani. Mbrojtjen dhe fuqizimin e grave, vajzave dhe familjeve të prekura nga dhuna, varfëria dhe përjashtimi social. Askush nuk duhet mbetet pa mbrojtje, por dokumentin nuk duhet të bëjë dallim të qartë ndërmjet kategorive që përjetojnë dhunë konkrete dhe çështje që lidhen me vetë identifikimin apo mënyrën personale të jetesës. Po ashtu, kam rezerva ndaj formulimit që flet për një qasje transformuese gjinore, e cila synon transformimin e normave shoqërore dhe roleve tradicionale gjinore. Unë besoj se bashkia duhet mbrojë barazim para ligjit, dinjitetin njerëzor dhe aksesin shërbime, por nuk duhet marrë përsipër të transformojë familjen tradicionale apo të ndërhyjë në mënyrën se si qytetarët e ndërtojnë jetën e tyre familjare dhe shoqërore. Familja tradicionale, për shumë qytetarë të Durrësit, mbetet një vlerë themelore e shoqërisë. Theksoj se të jesh pro familjes tradicionale nuk do të thotë jesh kundër dikujt tjetër, nuk do të thotë të mohosh të drejtat e individëve, do të thotë të kërkosh institucionet publike të mos e paraqisin familjen tradicionale si pengesë që duhet transformuar, por si një strukturë që duhet mbështetur, forcuar dhe mbrojtur, sidomos kur flasim për mirëqenie sociale, mbrojtje të fëmijëve, parandalim të dhunës dhe stabilitet komunitar. Po tani ç'se erdhën ndërgjes? Zonja drejtuese, unë po shfrytëzoj minutat e mia për të folur dhe nuk më duket as pak e hishme që të mos më dëgjosh deri në fund dhe që të jepte përgjigje zonja Xhangoll dhe diskutimi tim, tash të t'i bëj edhe unë pyetjet. Ta marr fjalën. Në komisionin e rregullorës dhe çështjeve juridike e kam votuar kundër duke propozuar që dokumenti të rishikohet në disa pika. Së pari të ndahet më qartë trajtimi i dhunës ndaj grave, dhunës në familje, trafikimit, varfërisë, aftësisë kufizuar dhe nevojave sociale nga trajtimi i çështjeve që lidhen me orientimin seksual apo identitetin gjinor. Së dyti, të shmangen formulime që mund të interpretohen si përpjekje institucionale për të transformuar familjen tradicionale, rolet familjare apo normat shoqërore të qytetarëve. 3. Të ruhet fokusi kryesor i planit tek gratë dhe vajzat, sidomos ato që janë viktima dhunës në nevojë ekonomike, në zonat rurale, në familje të vështira, në situata emergjence apo në rrezik social. Së katërti, të garantohet që çdo person që pëson dhunë apo diskriminim të marrë mbrojtje dhe shërbim,
por pa zhvendosur thelbin e këtij plani nga barazia gjinore dhe mbrojtja e grave dhe vajzave drejt një agende më të gjerë ideologjike. Unë jam për një plan që mbron gratë, vajzat, nënat, familjet dhe çdo qytetar në nevojë. Jam për shërbime sociale reale, për më shumë mbështetje ekonomike, për strehim të menjëhershëm për viktimat e dhunës, për mekanizma më të fortë institucional dhe për transparencë në zbatim të planit. Por nuk jam dakord që në emrin e barazisë gjinore të futen formulime që mund të cënojnë konceptin tradicional të familjes ose të vendosin në një plan situata krejt të ndryshme sociale dhe ligjore. Të nderuar kolegë, kërkoj që ky dokument të mos miratohet në këtë formë, por të rishikohet me kujdes në mënyrë që të jetë gjithëpërfshirës, por edhe i qartë, i balancuar, i ndjeshëm ndaj realitetit të komunitetit tonë dhe në përputhje me vlerat shoqërore dhe qytetare të Durrësit. Mund të vazhdoj pak? Faleminderit. Jo, një sekond, më fal, kur t'jepet fjala. Jo, e kam marrë fjalën unë. Tani, Kena qenë të gjeshë, më falë. Edhe unë kam qenë për ndaj. Në dalë këtu para ekranit, që po i flasë asaj se e kam edhe një keshë. Sa të mbaroj Në para ekranit me bo spektakl, nuk jemi keshë. Se vi 65 vjeqe gru me gjitha të gjeshë. Burëm me të vi. A të filloj pak? Ose të vi të kjo zonja, se ka atë pytja para 5 vitë. Flutra ke të drejtë, paka shumë ja thash, por ja kam dhënë fjalën Markolos. Edlira, dëgjoj pak. Ja kam dhënë fjalën Markolos. Po Markola. Dëgjoj, fjalën e kam unë. O Edlira. Ke shumë të drejtë. Një sekond. Edlira. Markola, mund të flasësh, Markola. Ta kam dhënë vazhdo fol se ti incizohesh. Një sekond. Tani, unë kam qenë tek dëgjesa publike. Edlira, me ty e kam. Unë kam qenë tek dëgjesa publike. Fakt isha në fund i vetmi mashkull aty. Do të kuptojmë gjë. Si fillim, nuk ka të bëj fare me grupet dhe me çfarë diskutohet këtu. Fare. Këtu ka të bëj për barazinë gjinore, që barazia gjinore nuk është vetëm për siç e referohen për gratë. Mbajmë pak qetësi, respektojmë këshilltarin. Barazia gjinore është për termin grua dhe termin burr. Dhe barazia gjinore është e dy anshme, si për gratë dhe si për burrat. Nuk ka të bëj fare ky plan, ky plan 2026-2030 nuk ka të bëj po fare me grupimet që përflitet tu LGBT ku ta diun. Tu ka të bëj me barazinë gjinore që janë dy anshme, jo vetëm për gratë e dhunuara, por edhe për burrat në raste kur i takon. Dhe bëhet fjalë për termin grua dhe termin burr. Kush e ndje veten grua, quhet grua. Kush e ndje veten burr, quhet burr. Tani mendësia transformimi gjinor është transformimi i mendësisë së gruas për të integruar dhe për të bërë qytetare si gjithë të tjera dhe denoncoj dhe mos pranoj dhunën. Ky është ai termi aty. Kaq kisha, mirupafshim. Faleminderit, zoti Markola Jo, të lutem replikën jo. Jo Edlira, replikën jo. Absolutisht nuk ta përmendi emrin, jo. Të gjithë në radhë, një moment. Të lutem Edlira, Të lutem, jo. Ta dash fjalën, e mori fjalën, të lutem. E kam unë fjalën. Zonja Devolli, emrin, bërmin s'ta përmendi, nuk e drejtë replike. Zoti Muka na u hodh nga kati 4 në kat par. Të mbaroj zonja Musaraj, patjetër ta jap fjalën. E di pse i mirë kuptoj unë, kryetare, di pse i mirë kuptoj unë se po bëjnë njëri tjetrin. Respektoni njëri tjetrin. Ja kam dhënë fjalën zonjës Musaraj. Unë i mirë kuptoj këshilltarët. Pastaj do të ta jap fjalën me qetësi. Ruani qetësi. Zonja kryetare, unë i mirë kuptoj këshilltarët se kur bëjnë gafa të mëdha deputetët e opozitës dhe diskutonin atëherë për ligjin dhe thonin se do t'i bëjnë burrin gru dhe grun burr, unë e mirë kuptoj këshilltarët se kur bëjnë gafa të mëdha ata që i kemi zgjedhur atje, jo. Atëherë, ja çfarë thot plani, thot që të hiqet
Po më lër të flas, tani, po më lër të flas. Po do ta them. Atë që kam ndërmend do ta them. Pa mikrofon. Atëherë. Po marr përsipër të sqaroj që e keni keq kuptuar. Është ajo që thotë zoti Markola duhet hequr kur themi transformim mendësie, që do të thotë barazi gjinore duhet të trajtohet dhe burri dhe gruaja njësoj dhe të integrohen në shoqëri dhe të ndihmohen njësoj, një burr dhe një grua. Ky është transformimi, flet për transformim mendësie tradicionale që deri dje ne thonim që burri është i forti dhe gruaja është vulnerabël. Po unë e kuptoj si këshilltar, se ke kuptuar ti nuk do të thotë që është ashtu si thua ti. Më thoni pak, edhe njerë, më thuaj pak në me cilën bazë ligjore një këshill bashkiak mund të vejë në diskutim këtë që thoni ju. Më thuaj, shkompetencë, doni të kapeni ju tani të tokë fjalshët. Po kapeni të tokë fjalshët, ko tani nuk është qëllimi fare ai. Kryetare, kaloj këtë pikë. Do flasësh? Zonja kryetare, të lutem, një sekond, e kam shumë të rëndësishme se që në fillim të diskutimit thash që nuk jam kundër trajtimit të grupeve LGBTQI+, që administrata dhe këtë e kështë shkuar gabim. Thjesht, saktësoni termat, bëni ndarjen e koncepteve dhe silleni për votim. Nuk ka nevojë ta bëj drejtoresha me bashkinë, e kam të qartur. Ka kërkuar fjalën kryetari i grupit socialist. Po, Shiko, o e dira, të na japësh mundësin të themi në laf. E ke në email, e ke të pasqyruar, e ke online. E dira një gjoj qik, një jo. E di si është puna, kryetare do të bëj një mbrejtje. Mas marrimit të diskutimit pikës për votim, ose jo, dhe komentit që ka diskutimi, e të jepet e drejta të flasit 3 minuta. E jo leksion. Sepse me gjithë respektin shumë të madh që kam për zonjën Devol, ishte leksion. I leksion që vjen nga një situatë e kopjuar diku tjetër. Është e drejta saj. Brenda 3 minutave të thot çfarë të doj. Por nuk ka drejt të kundërshtoj ose të vërnë pozitë vështirë institucionit, i cili thot jemi bazuar në gjitha konventat, ligjet, aktet, dala për këtë proces, për këtë punë. E Lira Shem si e kupton ndryshe. Le ta kuptoj ndryshe, ta maj për vetë në vetë. Dhe nuk ka nevojë dhe mos pranon replik. Nuk ka replik këtu për këtë. Gjithkush jep opinionin e tij. Replika është vot. Sa herë dikush thot një opinion, ti e ke paraqit për këtë ligj që do japësh opinion për gjithë të lira? Ajo thot opinionin e vet, ti the tëndin, ç'është replika në këtë rast për çaj hyn? Nuk më pëlqen kjo formë për gjëra që ne i dim dhe për minimumin e respektit që kemi për njëri tjetrin. Dëgjoj drejtoreshën, nuk je dakord, foto kundër. Opinionin tonë dhe the, ai opinion s'ka lidhje fare me mënyrën si e trajtoi drejtoresha. Këtu jemi në 2 pozicione të dyshimta me njëri tjetrin. Ju s'besoni, ne besojmë te institucioni. Kaq është diferenca. Komentet e tjera janë pa vlerë. Një më absolutisht me gjithë. Faleminderit, zoti Xhelila. Jo, do flasti drejtoresha, ke diçka për të sqaruar? Të lutem me Lira, s'ka replik, do flasi drejtoresha, të lutem. Po të lutem. Po drejtoresha. Është okay? Ta dëgjojmë drejtoresha. Kur mora fjalën, ju sqarova pak a shumë në vija të shkurtra të gjithë planin. Mbasi e mbylla fjalën,
ju zonja Devolli kishit një letër përpara që i kishit përgatitur dhe kishit ndarë mendjen për ta lexuar atë letrën, ndërkohë që gjithçka që lexuat aty, unë e kisha sqaruar. E para, e dyta, në lidhje me gjithë problematikat që ju cituat, për gjithë grupet vulnerabël që cituat, është një drejtori e shërbimeve sociale në këtë bashki me 120 punonjës, të cilët në bazë të ligjeve në fuqi dhe ligjeve europiane, që po shkojmë drejt, bazohen tek protokollet e veçanta për secilin target group, si për gratë të dhunuara, si për aftësinë e kufizuar, kështu që janë ca protokolle që në fakt unë i kam gjetur të bëra në këtë drejtori, dhe nuk mund të kthehemi hapa pas tani të diskutojmë diçka që Bashkia e Durrësit ka kohë që e ka strukturuar me protokolle dhe në bazë të ligjit. Kështu që edhe për termin e shpjegova dhe po ju a shpjegoj. Kur flasim për transformimin gjinor edhe një herë, se më duhet ta ribëj këtë gjë, nuk po flasim për transformimin burr-grua, grua-burr, apo dhe po e thua me fjalën tënde që nuk do të diskriminosh askënd, ndërkohë që po lufton që pse në renditjen e grupeve kemi shënuar dhe LGBT-n. Është transformim gjinor, sidomos për gratë, dhe po të keni qenë në dëgjesat e planit, që kanë qenë në fakt dëgjesa shumë serioze, me debat shumë të fortë që kanë zgjatur mbi 3 orë në këtë sallë, dhe janë bërë pothuajse 4 deri në 5 dëgjesa dhe me grupet e interesuara dhe me gratë të dhunuara, kanë qenë këtu prezent, dhe Lira ka qenë dhe ftuar, po rastësia e mbaj mend që nuk ka qenë në Durrës atë ditë, se kemi komunikuar bashkë që të ishe. Kemi pasur debat madje edhe nga këshilltari që parafolës, që u diskutua që pse flitet vetëm për gra dhe vajza, por realisht ky plan i mbështet edhe burra, se duke qenë se statistika na thonë që 45 burra apo djem kanë marrë urdhër mbrojtje, ata kanë qenë në strukturën tonë. Kështu që mos sillni poshtë punën e njerëzve që punojnë gjithë ditën aty. Dhe plani është punuar me ekspert ndërkombëtar dhe jo vetëm me stafin e bashkisë. Ju falenderoj. Faleminderit. Jo, replik nuk ka, do ta mbylli kryetari i grupit Partisë Demokratike, të lutem, po tani kalojmë, Edlira duhet të kalojmë në votim. Kalojmë në votim. Okej. Po më ka? Thërite fjallën? Okej. Zonja drejtore, unë ja dhash fjallën Mukës, nuk ju a dhash juve fjallën. Të lutem, mos më shtypni mikrofonat gjatë gjithë kohës që të ndërhyni, jo nuk ta ja fjallën, ja kam dhënë Mukës. Ti nuk bëj dot fjallën këtu, në mënyrë absolute. Në emër të grupit të Partisë Demokratike, doja të falenderoja edhe ndërhyrjen që bëri kolegja Devolli dhe mënyrën se si ajo e shtroi problemin. Tani duhet jemi të qartë për vete, por edhe për qytetarët që na dëgjojnë. Kur flasim që ky projekt vendim që ka lidhur me planin vendor të veprimit të barazisë gjinore është i bazuar në ligj dhe me drejtoresha ju referua ligjeve europiane, strategjisë kombëtare, VKM-s numër 64 2025 datë 6/11/2025 në lidhje me ligjin për barazinë gjinore, o do bazohemi në ligj ose nuk do bazohemi në ligj. Nuk ka, kjo është vetëm për gratë e dhunuara, të trafikuara,
po pjesërisht edhe për LGBT-qën, dhe pjesa tjetër nuk përfiton. Nuk është ashtu. Nëse është kështu, është diskriminim për 41 kategoritë e tjera, të cilat i ka aprovuar ligji evropian, sikurse i ka aprovuar dhe Parlamenti shqiptar. Nëse doni, mund t'ju lexoj të 41, siç e lexoi eurodeputeti gjerman atje, po besoj që të gjithë e keni parasysh se për çfarë bëhet fjalë. Prandaj, nëse do bazohemi në ligj, nuk mund të keq informojmë publikun duke i thënë kjo është vetëm për gratë e dhunuara, për gratë që janë në nevojë, por kjo ka lidhje me të gjithë kategorinë, pra për 41 kategoritë, të cilët kanë të drejta të barabarta të trajtohen para ligjit. Si forcë djathtë, neve e kemi kontestuar këtë ligj në Parlamentin shqiptar, e kontestojmë dhe sot këtë plan që na paraqitet, jemi 100% dakord që neve të ndërtojmë një plan ndofta vendor për trajtimin e gjithë zonjave dhe zotërive, dhe përsëris zonjave dhe zotërive, të cilat kanë të probleme. Kanë probleme trafikimi, kanë probleme të cilat pamundësie financiare dhe të gjitha. Në këtë mënyrë shpreh votën tonë kundra këtij plani që kemi sjell, ta ripunojnë, sepse ndryshe po bëni shkelje ligjore. Mënyra se si neve jemi informuar nuk është e vërtetë. Okej, faleminderit. Kalojmë votim. Me që folin emër të komisionit, se më parë folin emrin tim, si është justifikim gjithë qëndrimi i Mukës. Ai e kupton që ky plan është vetëm për këto kategori që mbulon bashkia. Atë problem që trajton, o Muke. Okej. Muke, vazhdo. Ai e ka për justifikim. I ka me shumë dëshirë konventet europiane, miratimin e ligjit nga parlamenti e pranon, por e voton kundër, sepse nuk do trajtohen gjithë, nuk po dal as te shoqja parafolse që tha unë nuk jam kundër LGBT-s, por diskutimi në themel ishte aty. Bashkia ka bë një plan pune që përfshin këtë lloj kategorie. Të hym pasaj pse aty t'ishte shkruajtur janë 41 kategori apo janë 41 kategori, është justifikim për të votuar kundër. Kalon votim edhe qëndrimi i grupit tonë është pro këtij vendimi.
Me 25 vota pro, 1 abstenim dhe 10 kundër, nuk kalon. Pika 2 e rendi ditës nuk kalon. Atëherë, jepet fjala për projektvendimin, të lutem, Jonjada, të lutem, Jonjada, jepet fjala për projektvendimin e pikës, Jonjada. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 3 Komisionit Rregullore Çështjes Juridike. Atëherë 5 minuta pushim. 5 minuta pushim. Qeto. Oj, Jonjada, çfarë po mbon tani? Pa mirë pra tani? Rifillojmë me mbledhjen. Jemi tek pika 3 rendit të ditës, i jepet fjala për projektvendimin e pikës 3, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe pikën 3 ne e votuam dhe ftojmë Këshillin të japi votën pro. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor, zoti Hekuran Markola. Faleminderit. Komisioni Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor, me shumicë votash e kalon për votim Këshillin Bashkiak. Faleminderit zoti Markola. Komente, pyetje ka për pikën 3 të rendit ditës? Nuk. Po, zonja Markola. Këto janë shtesat, disa pika taksisht do rrinë ashtu siç kanë qenë. Për shembull tek ura Dajlanit është një pozicion sa hyn me 5 taksi. Dhe ato kanë ngritur të shqetësim që do jemi ne akoma këtu me këto ndryshimet. Kush do? Është te Fast Food Mario që është mund sa hyn ke ura Dajlanit. Nga administrata kemi? Okej. Për sa i përket vendit të taksive, janë të gjitha vendet të miratuara që kanë qenë në BKP-n e mëparshme, këto janë vendje plus, duke qenë se kemi pasur shumë kërkesa nga subjektet dhe siç ju e shikoni, tashmë numri i taksive është rritur në qytet dhe nuk ka një kufizim për këtë. Kemi menduar në bashkëpunim edhe me Ndërmarrja Rruga, e cila na suporton përvizimin, dhe me Policinë Bashkiake, disa hapësira tjera për vend qëndrim për taksi. Kjo edhe për shkak të kufizimit që do t'ju bëhet me vizimet blu në disa hapësira të tjera. Faleminderit. Nëse do keni sugjerime të tjera për hapësira, mund të diskutojnë në Këshillin në vazhdim. Faleminderit. Faleminderit drejtoresha. Atëherë kalojmë votim për pikën 3 të rendit ditës. Me 34 vota pro, miratohet pika 3 rendit ditës pa ndryshime. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 4, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe pikën 4 ne votuam pro dhe ftojmë Këshillin që ta miratoj sot. Faleminderit. Faleminderit. Jepet fjala Komisionit Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës, zonjës Jonjada Mama.
Përshëndetje, dhe komisioni jonë votoi me shumicë votash dhe fton Këshillin ta admiratojmë. Faleminderit. Faleminderit zonja Mama. Komente pyetje ka për pikën 4 të rendit ditës? Po Muka. Po, Muka, po unë. Po. Jo, do në fjallën do resha. Jo, me që erën e kaluar bëra një pyetje lidhur pikërisht me këto, prandaj. Jo, 2 telefonat të ndezur, ta kam bërë vrejtje është e treta herë. Ja dhash fjallën Mukës, pastaj do të vajam. Po këtu flasin antar këshilli pa e shtyp fare jo njëherë, po 15 herë. O, e dlira. Por më tepër ma dha lejen kryetari i grupit. Jemi në rregull. Okej, po flas. Herën e kaluar kisha drejtuar pyetje pikërisht lidhur me këtë pikë, duke i ditë që do vinte në këtë këshill kjo pikë për miratim. Në lidhje me shpronësimet që do bëhen në rrugën e Surillave, që lidh rrugën Isufera me rrugën Aleksandër Goga. Dhe pyetja ime ishte, a ka një marrëveshje, një dakordsi me pronarët që do shpronësohen në banesa apo në shërbime? Në fakt më vjen mirë se ka një reflektim në relacionin që kam lexuar, i është bërë një modifikim projektit, një pjesë e atyre që do shemeshin janë evidentuar që nuk do shëmbën më, por nuk është dhënë përgjigja që ka apo s'ka një dakordsi në lidhje me banorët që si do jetë shpronësimi i tyre në lidhje me tregun imobiliar. Ajo është një zonë që ka një zhvillim afatmesëm dhe afatgjatë që është në zhvillim si zonë dhe si do shpronësohen këta. Përgjigja që më dha herën e kaluar nga drejtorisha juridike e bashkisë ishte që ligji për shpronësimet për interesa publike nuk e parashikon të merret dakordsia me banorët. Është pothuajse fiks i njëjti problem si me projektin TID. Sigurisht që duhet merret dakordsia e banorëve, se janë ata që e vuajnë. Si dolën dhe protestuan dhe herën tjetër, me 40 milionë të vjetra që kishin thënë njërit nga banorët, ai unë s'blej dot një garsonier, si mund të blej më një shtëpi, të dalë me gjithë familjen jashtë. Kështu që patjetër në qoftë se nuk është marrë dakordsia e banorëve, që ata shpronësohen në bazë të gjithë vlerës që ka tash tregu imobiliar në atë zonë, që thash është zonë në zhvillim, ne nuk mund ta miratojmë këtë pikë plus, se ata janë që preken drejt për drejt. Unë kështu e mendoj. Ligji i vërtet është një ligj që është miratuar, edhe ligji që pa drejtë, është ligj komunist, se vetëm komunistët ta merrte pronën pas një lloj kompensimi të drejtë. Por ne këtu po flasim për banorët të Durrësit dhe por kërkohet nga këshilltarët këtu që ta miratojmë ato pa marrë më parë dakordsinë e banorëve. Ata janë të majtë të djathtë, nuk ka të bëjë me partitë, ka të bëjë me banorët të Durrësit. Ne këtu jemi përfaqësues për gjithë banorët. Faleminderit. Faleminderit zonja Shemsi, po, Muka. Mund ta mbyllësh? Fakti që rikthehemi për ndryshime në VKB-n numër 6, që ne kemi aprovuar, ose më saktë, neve nuk dham votën pronë në atë moment, me datë 10/2/2026, na jep të drejtë për votën tonë kundra, në atë rast, ku natyrisht nuk ishte një vot kundra a priorisht, një vot kundra e argumentuar, kur thamë që trakti rrugës është i pastudiuar, trakti rrugës ka mundësi që mos t'i preki ato prona në mënyrën se si vinte ai propozim, duke shkuar, duke prekur godinat e larta dhe nga krau tjetër ku kishe mundësi që t'u spostonte dhe mund të prekte thjesht ndofta oborret e qytetarëve. Pra në kuadrin e shpronësimit të shumë thjesht shpronësosh një obor se sa të shpronësosh një pallat me 4 apo 5 kate që ishin atje, si dhe problematika tjera të cilat juve këtu, pra shmang prekjen e një numër ndërtesash disa kaçe. U ngrit nga ne ky problem. Banesa e njësi tregtare, u ngrit nga ne, u ndjeshën fondin e nevojshëm për shpronësim, si rezultat do vinte kjo, garanton përdorim ekonomik dhe efikas të fondit publik buxhetin e shtetit. Natyrisht që thash në këtë pikë na vjen mirë që bashkia ka reflektuar, por nga ana tjetër nuk jemi dakord për mënyrën e kompensimit që i ofrohet atyre banorëve. Në momentin e parë jeni referuar VKM-s numër 138 23/3/2000 për sa i takon shpronësimit të banorëve. Aktualisht vini me propozimin që këto banorë do të shpronësohen me një VKM numër 89 datë 3/2/2016, që ne mos të krijojmë probleme sociale, siç kemi hapur dhe bllokime ndërkohë të projekte në Bashkimin e Durrësit, siç kemi të bllokuar dhe problemet sociale që kemi hapur me banorët e projektit TID. Neve, si grup, si forcë djathtë, besoj flas në emër të gjithë opozitës, propozojmë që
këta banorë, si që reflektuat për këto ndryshime që keni bërë dhe që janë bërë më mirë se që ishin, të shpronsohen sipas vlerës së tregut. Në këtë mënyrë, neve nuk do kemi konfliktin që kemi aktualisht në disa zona, por kryesisht flasim për projektin TIP që kemi më të ndjeshme, dhe ky projekt do ketë mundësi që të shkojë përpara, pa pasur konflikte dhe probleme sociale të shtuara. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Muka, në kryetar. Do flasim dhe? Jo. Atëherë kalojmë votim. Me 27 vota pro dhe 8 kundra, miratohet pa ndryshime pika 4 e rendit ditës. I jepet fjala për projektvendimin e pikës 5 Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Edhe pikën 5 ne si komision e votuam pro dhe ftojmë Këshillin ta miratojë sot. Faleminderit. Faleminderit. E merr fjalën Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës, zonja Jonjada Mama. Vetëm një saksim të lutem, Jonada, se do më trasësh prapë. Jonada? Edhe komisioni jonë votoi me shumicë votash dhe fton prapë Këshillin për miratim. Faleminderit. Faleminderit. Komente, pyetje ka për pikën 5 të rendit ditës? Thërite mikrofonin më ka se se dava. Me të njëjtin argumentim si dhe në pikën 4, do thoja që dhe në këtë rast, me qenë se diskutohet për një shpronësim në zonën e ishëm, në administrative ishëm, do propozonim që trajtimi që i bëhet qytetarëve që të shpronësohen, të merret për bazë vlera e tregut dhe jo mënyra se si janë bërë llogaritjet për shpronësimin e tyre. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Muka. Komente të tjera ka? Po, thërite. Po, Markola? Se është e dyta herë që thot vlera tregut, po vlera tregut nga kush përcaktohet? Përcaktohet nga shit blerët e 6 muaj fundin nga SHK-ja. Dhe t'jeni të sigurt që po të merret kjo, do të dalë më ulët se sa VKM-ja. Prandaj kush e përcakton vlerën e tregut? Faleminderit zoti Markola. Tani nuk kalojmë votim. Kalojmë votim. Tani të kalojmë votim. Me 26 vota pro, 1 abstenim dhe 8 kundra, miratohet pa ndryshime dhe pika 5 e rendit ditës. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 6, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Edhe pikën 6 ne votuam pro dhe ftojmë Këshillin ta miratojë sot. Faleminderit. Faleminderit. E merr fjalën Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Marsida Feshti. Përshëndetje, Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike është dakord që pika 6 kaloj për votim në Këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Feshti. Komente, pyetje ka për pikën 6? Nuk ka, kalojmë votim.
Me 33 vota pro, 2 abstenim, miratohet dhe pika 6 e renditjes. I jepet fjala për vendimin e pikës 7, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe pikën 7 ne e votuam pro dhe ftojmë Këshillin ta miratojë sot. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Marsida Feshti. Edhe për pikën 7, Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike është dakord të kalojë për miratim në Këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Feshti. Komente, pyetje ka për pikën 7 renditjes? Nuk ka, kalojmë votim. Me 34 vota pro, 1 abstenim, miratohet dhe pika 7 e renditjes. Jepet fjala për pretendimin pikës 8, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe pikën 8 ne votuam pro dhe ftojmë Këshillin ta miratojë sot. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Marsida Feshti. Edhe për pikën 8, Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike është dakord të kalojë për miratim në Këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Feshti. Komente, pyetje ka për pikën 8? Nuk ka, kalojmë votim. Me 35 vota pro, miratohet pika 8 e renditjes. Jepet fjala për vendimin e pikës 9, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe pikën 9 ne votuam pro dhe ftojmë Këshillin ta miratojë sot. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Marsida Feshti. Edhe Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike është dakord që të kalojë për miratim sot në Këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Feshti. Komente, pyetje ka për pikën 9 të renditjes? Nuk ka, kalojmë votim elektronik. Me 35 vota pro, miratohet dhe pika 9 e renditjes. Jepet fjala për vendimin e pikës 10, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Edhe pikën 10 komisioni ne miratoi dhe ftojmë Këshillin që t'i japi okay sot. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Marsida Feshti. Edhe Komisioni i Strehimit dhe Shërbime Publike për pikën 10 është dakord të kalojë sot për miratim në Këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Feshti. Komente, pyetje ka për pikën 10? Jo, kalojmë votim elektronik. Votën e dash pro bashkë me anëtarët e tjerë të grupit, sepse është për t'i dhënë banesa qytetarëve nga ndërtimi që bëhet post tormentit, po herën e kaluar bashkë me përfaqësuesin e bashkisë, unë diskutova në lidhje me pallatin 901 tek shkolla Naim Frashëri, për të cilin do merret një vendim i ri, por nuk e shoh të evidentuar këtu në këtë listën e këtyre banesave që do të rishikohet se si do të procedohet më tej me ndërtimin e tyre. Ai pallat që fillimisht u tha do të rindërtohet nga banorët, ju dha 2.5 milion lekë të vjetra, pastaj tha do shëmbet dhe ka ngel stand-by gjithë këtë periudhë hikec në përbashki
qytetarët të cilët paguajnë ato qërat nga xhepi i vet, janë pothuajse gjithë janë pensionistë në atë pallat, dhe u tha që ai ishte biseduar edhe një herë me këtë pallat, me institutin e ndërtimit dhe do lëvrohet fondi nga buxheti i ndërtimit sa më shpejt e mundur. Nuk e shoh të evidentuar këtu dhe shpresoj që të rishikohet sa më shpejt se ata vazhdojnë paguajnë qëra, nuk futen dot në shtëpi dhe nuk dinë ç'do bëhet me pallatin, për cilin është thënë që do riforcohen kolonat. Faleminderit. Faleminderit, zonja Arizi. Nëse drejtoresha ka ndonjë koment, po ashtu kalojmë tek prevendimi. Po, drejtoresha. Është i njëjti informacion për të 7 pallatet të cilët nuk ka një miratim financimi. Ka ardhur vendimi i KSHR-s në rrugë elektronike pasi e kërkuam pas mbledhjes. Nuk na është depozituar akoma në mënyrë zyrtare shkresore dhe më tej do ta shqyrtojmë pjesën e financimit për të 7 pallatet. Faleminderit. Sot nuk po diskutojmë, sot nuk jemi në diskutim të ribuxhetimit, sot jemi në diskutim të përfituesve për pjesën e tërmetit. Faleminderit, drejtoresha. Kalojmë te pika 11. Kalojmë tek projektvendimi pikës 11. Komisioni rregullor çështjes juridike, zonja Joniada Musaraj. Atëherë dhe pikën 11 ne e votuam pro dhe ftojmë Këshillin që ta miratoj sot. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Marsida Feshti. Edhe për pikën 11, Komisioni Strehimit dhe Shërbime Publike është dakord që të kaloj sot për miratim në Këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Feshti. Komente, pyetje ka për pikën 11? Nuk ka, kalojmë votim elektronik. Me 35 vota pro, miratohet pa ndryshime dhe pika 11 e rendit ditës, jepet fjala për prevendimin e pikës 12 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Joniada Musaraj. Edhe pikën 12 ne votuam pro dhe Këshillit i kërkojmë sot që të japim miratimin e tij. Faleminderit. Zonja Musaraj. Komisioni Buxhetit, Financës, Taksave dhe Tarifave, zoti Roland Xhelilaj. Edhe Komisioni Buxhetit me vota unanime e kalon këtë pikë për miratim të mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Faleminderit zoti Xhelilaj. Komisioni Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Shëndetësisë, zonja Mirela Shala. Përshëndetje, edhe komisioni ynë miratoi pra pikën 12 dhe fton Këshillin për votim. Faleminderit zonja Shala. Kalojmë vot. Ka pyetje komente kemi për? Nuk ka. Kalojmë votim elektronik. Me 35 vota pro, miratohet dhe pika e 12 e rendit ditës. Jepet fjala për prevendimin e pikës 13 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Joniada Musaraj. Atëherë dhe pikën 13 ne votuam pro si komision dhe ftojmë Këshillin që të japë miratimin sot. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve, Komuniteteve Fetare dhe Titujve të Nderit, zoti Kastriot Xhongoli. Edhe për pikën 13 komisioni votoi pro dhe ftojmë Këshillin ta miratojë. Faleminderit zoti Xhongoli. Komente, pyetje ka për pikën 13 rendit ditës? Po. Po zoti Çuni. Atëherë, s'pari në emër të banorëve të Manzës duhet t'i bëj një falënderim publik kryetarës bashkisë zonjës Mirjana Sako që bërit mundur ndërtimin e atij gjimnazit të ri
me standarde bashkohore në vendin e gjimnazit që u dëmtuat totalisht nga tërmeti. E them të sepse në atë kohë ishim shumë mosbesues dhe një ndër këta mosbesues isha dhe unë personalisht, sepse kishte hamendësime sikur nuk do të bëhesh më ky gjimnaz dhe gjimnazistët e Manzës do të atashoheshin ose në një shkollë të Kullës, edhe ajo për fat mirë dhe më thënë është një godin shumë moderne, por i shuhet i gjitha këto hamendësime zonja Sako duke ndërtuar një gjimnaz të ri me standarde thash 8 bashkohore. Së dyti, unë sot me rastin që asaj shkolle apo ati gjimnazi do t'i jepet emri një mësuesit nderuar të zonës time, të ndjerit Enver Farruku, një mësues model që ka një kontribut të çmuar në shumë shkolla të zonës, por ndihem krenar sot sepse unë jam një nga ishëndzënësit e tij, Spari, dhe së dyti, kjo krenari më shtohet më shumë sepse do t'jem një ndër 51 këshilltarët që do t'a përjetësoj emrin e tij te ai gjimnaz. Por këtu desha të sugjeroj diçka. Administrata që do të merret më vonë pas miratimit këtij vendimi nga ana jon, duhet bëj kujdes, sepse në Mancë tek hartimi plakatës si do ta mendojnë ata, në shkrimin e emrit, sepse në Mancë kemi 2 persona me të njëjtin emër, Enver Ahmet Farruku, që është personi emrin e të cilit do të marrë gjimnazi, dhe një Enver Recep Farruku, që jeton por njëri shumë i ndershëm, i nderuar në zonë, por që s'ka lidhje me projekt vendimin. Prandaj duhet cilësuar, mendoj unë, edhe atësia, duke qenë 2 persona me të njëjtin emër dhe të njëjtin vijemër. Faleminderit. Shumë faleminderit. Patjetër të ke sugjerim? Emri babait. Po Muka? Nuk vet? Babait jo. Me sa dion emri. Shkronja po. Po marr shkas nga këshilltari i zoti Çuni, meqense se në projekt vendim propozohen 2 emërtime. Propozohet emërtimi i gjimnazit dhe i një rruge me të njëjtin emër, pra për të zotin Enver Farruku. Mos kemi të bëjmë që rruga është Enver Farruku tjetër dhe gjimnazi është mësuesi nderuar që thot zotëria, për ta saktësuar këtë se pas ndofta mos kemi përplasje. Faleminderit. Ka ndonjë nga drejtoria e arsimit? Nga administrata? Patjetër. Ja, Ajo është e sqaruar, nuk besoj se ka nevojë për të sqaruar më, që bëhet fjalë për të njëjtin zotëri që në nder të tij të emërtojnë të dyja. Po, që është rruga drejt, po, që shkon drejt shkollës. Okej, faleminderit, kalojmë votim. Me 33 vota pro miratohet dhe pika e 13 e rendit ditës. Jepet fjala për provendimin e pikës 14 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike zonjës Jonjata Musaraj. Atëherë dhe pikën 14 ne votuam pro dhe ftojmë Këshillin që ta miratojë sot. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Zhvillimit Urban për Turimin e Tokës, zonja Jonada Mamo. Përshëndetje, edhe komisioni jonë e miratoi me shumicë votash dhe fton Këshillin ta miratoj tani. Faleminderit. Faleminderit zonja Mamo. Komente pyetje ka për pikën 14, po Muka? Muka, të lutem, të rritë mikrofon. Okej. Faleminderit. Atëherë kalojmë votim.
me 33 vota pro miratohet pa ndryshime dhe pika 14 e rendit ditës. I jepet fjala për vendimin e pikës 15 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe pikën 15 ne votuam pro dhe ftojmë Këshillin që ta miratojë sot. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve, Komuniteteve Fetare dhe Titujve të Nderit zoti Kastriot Xhongoli. Edhe për pikën 15 komisioni votoi pro dhe ftojmë Këshillin ta miratojë. Faleminderit. Pyetje komente ka për pikën 15? Po Muka. Ju lutem mikrofonin Muka. Për pikën 15, natyrisht kisha një koment, në princip jemi dakord sepse kur diskutohet për sportin, unë isha pjesë edhe e dëgjesës publike që bëm me pjesën e sportistëve dhe trajnerëve të klubit të shumë sportësh, por edhe të atyre të cilët janë shoqata të atashuara pranë bashkisë qytetit tonë. Një nga kërkesat që u ngret me drejt nga ana bashkisë i takon institucionalizimit. Pra shumë nga këto shoqata apo sportistë dhe trajnerë, të cilët për fatin tonë qytetit, por që pak vete din, besoj edhe në Këshillin Bashkiak, neve në qytetin tonë kemi nën kampion bote, kemi kampion Europe, disa, kemi kampion balkanik dhe kampion kombëtar. Dhe për fat keq, shumë pak këto arrim që neve ti lançojmë dhe këto t'jenë figura të cilat t'jenë publike. Janë nderi i qytetit, po flasim kampion botëror, europian dhe ishin disa. Për fat keq edhe unë aty e mora vesh, njoh prej atyre, por njoh për marrëdhënie personale që kemi, dhe të kesh një elit këtill në qytetin e Durrësit dhe ato të vinë dhe të dëgjoje se çfarë ata kërkojnë, janë kushte elementare dhe për ne si Këshill, me thonë drejtën, unë për vete ndjeva turpa ditë. Prandaj do ju ftoja me patjetër këtë projekt vendim që neve na vjen, neve duhet ta kalojmë. Por duhet ta shohim në syrin që ata çfarë kërkojnë. Kërkonin thjeshtëzim të procedurave. Pra kemi parasysh, janë sportistë, janë dhe njerëz që ndoshta nuk janë formuar në shkollën në arsimin e lartë të gjitha, por nga ana tjetër ato janë profesionistë në fushën e dytë. Duhet ta marroj të lutem lene edhe 1 minutë më tepër se nuk besoj që është fundi botës. Kërkuan ndryshimin e ligjit sporteve. Natyrisht kjo nuk na takon ne, është diçka që është pjesë e qeverisë dhe mbas asaj pastaj neve nxjerrim edhe pjesën e vendimeve si Këshill. Por ata e shohin të keqen direkt e këtu, si te ligji 139, që ka lidhje me vetëqeverisjen vendore, kërkonin mbështetje logjistike, kërkonin dhe mbështetje financiare. Për sa i takon mbështetjes logjistike, një nga propozimet që unë do të bëja, kemi ngritur që në kryet herës, do të ishte që shumë sporte, duke fillu shtanga, duke fillu ping-pongu, duke vazhduar me bodybuilding, janë gjithë sporte elitare, thash ishin njerëz të cilët janë rekordmen, europian dhe botëror, nuk kanë ku stërviten. Stërviten në për garazhe makinash, stërviten në për ambiente jo adeguate, dhe do ishe në nderin tonë që t'jepni këtyre njerëzve mundësinë nga ana logjistike. Këtë është detyrë e bashkisë, nuk është që mund ta zgjidhin të paktën me ligjin aktual të sporteve, nuk mund ta zgjidhin dot ndryshe. Propozimi im do ishte që në projektin që neve kemi për stadiumin e Durrësit, ku kemi propozuar nga ana bashkisë të ndërtohen hotele 30-40 katëshe, të ndërtohen zona rekreative, të ndërtohen molle. Ata njerëz kërkonin të kenë sipërfaqe ku të stërviten. Prandaj i pyeta në sy ato, ju bëjnë punë juve hotelet, ju bëjnë punë qendrat komerciale që ne ndërtojmë atje? Jo vlla than. Neve duam që të ushtrojmë atë çfarë është. Ishim prezent në dëgjes, nuk e di. Po ju ishit, unë po e flas për pjesën tjetër, se për fat keq ishim shumë pak, po të ishim atë ditë të gjithë, besoj që do ishim më të sensibilizuar për këtë pjesë. Pra, do propozoja që në projektin të shitet mundësia e ndryshimit ku të gjitha sportet të këtyre personave, të cilët janë kampion, por jo vetëm, të trajtoheshin me sipërfaqe, me ambiente adeguate për të ushtruar sportet. Do të kemi parasysh që sporti është ekonomi, është turizëm,
është edhe zgjidh shumë probleme sociale. Prandaj, duke votuar këtë ligj, thash jemi dakord që neve ta kalojmë këtë pjesë, por duhet kemi parasysh që të bëjmë ndryshimet në mënyrë që këta njerëz që janë elita e qytetit, për sytë e rinisë, por jo vetëm, neve t'i shohim dhe t'i japim atë çfarë meriton. Faleminderit. Me qenë se të i projekt ligji që doli me qenë kundër mukës të japim një mbështetje, është në diskutim i gjatë, po i sakt, i mirë, është opinionit gjithve edhe i joni, që klubi shumë sport është, duhet ndihmohet nga bashkia të jetë në vëmendje në vazhdimsi, por i mbështetur në ligjin e sporteve që duhet kaloj nga parlamenti. Në këto kushte, gjithë grupi këshilltarët PS-s voton këtë projekt vendim dhe është dakord me vëmendjet specifike për sportet në qytetin e Durrësit. Delilaj, kalojmë votim. Me 33 vota pro, miratohet dhe pika 15 e rendititës. Jepet fjala për vendimin e pikës 16 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe pikën 16 ne votuam pro dhe ftojmë Këshillin që ta miratoj sot. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Taksave Tarifave zoti Roland Xhelilaj. Ne kalojmë me votë unanime për Këshill Bashak dhe kërkon miratimin nga gjithë anëtarët e Këshillit. Faleminderit zoti Xhelilaj. Komente pyetje ka për pikën 16? Po, Muka. Tani me thënë drejtën të diskutosh për 2 minuta apo 3 minuta këtë pjesë është pak sfidë, megjithatë unë do përpiqem t'i përmbledh. Isha pjesë edhe dëgjesës që bëm për pjesën e buxhetit afatmesëm. Natyrisht qyteti ka shumë sfida për para, për të përballuar, por besoj që të paktën nga ana jonë neve do përpiqem të japim kontributin ton nëpërmjet vërejtjeve, propozime, sugjerimeve që mund bëjmë, sepse opozita këte ka në dorë. Natyrisht pastaj takon bashkisë të marrë parasysh ato çfarë neve do propozojmë, do themi. Për fat keq, ky material që na është propozuar është një copy paste e shumë materialeve të tjera siç na vinë për sa i takon pjesës buxhetit, e kam konfrontuar me të paktën 2 të tjera, megjithatë ndryshojnë thjesht pjesa numrave, por koncepti është po ai. Do përqendrohem tek pika 4, buxheti afatmesëm i Bashkisë Durrës. Në këtë seksion, projektet kryesore të investimeve në fondet e bashkisë për vitin 2027-2029 janë rekonstruksioni i pallatit sportit Ramazan Njala, ndërtimi i ri i godinëve shkollës Vasil Ziu Nën Tereza, gjimnazi Gjeç Kastrioti, ngritja e kopshtit të qes pallatet e rindërtuar në kuadër procesit të ndërtimit zonës së Ujselcit. Vazhdojmë me rekonstruksionin të rrugëve në qytet dhe njësitë administrative, rehabilitim kvartallesh, rehabilitim rrjetin ndriçues, si dhe shtim të sipërfaqeve të gjelbërta. E thënë kështu është pak aproksimative, domethënë thuhet diçka që është shumë e përgjithshme. Besoj që qyteti ka problematikën e përmbytjes, e cila neve i dim tashmë kush janë problematikat. Natyrisht pas ndërhyrjes që bëri bashkia në gjithë sistemin e kanalizimeve, besoj që uroj natyrisht edhe që mos të kemi më ato problematika që kemi përsa i takon përmbytjeve, por problematika kryesore përsa i takon nuk është thjesht që neve do t'i mbledhim dhe do t'i çojmë më mirë, problem kemi hidrovorin, kemi dhe kanalin e ujrave të larta. Qofse neve nuk do ndërhyjmë në këto 2 vepra, tek hidrovori dhe kanali i ujrave të larta, do kemi përsëri problematika që do kthehemi dhe duhet ta provojmë fonde si fondet që kaluam 2 pika më sipër. Kam qenë pjesë e disa dëgjesave publike, një nga ato që është relativisht interesante, ka lidhje me trajtimin e mbetjeve në qytetin tonë. Kalojmë nga trajtimi i mbetjeve me trajtim normal dhe djegje, insistoj, them dhe djegje, tek riciklimi. Natyrisht kjo është një
revolucion po flasim për anën e trajtimit nga ana e bashkisë. Për mua duhet ishte pjesë e kësaj buxhetit afatmesëm, parashikimi, meqense ato propozojmë që nga viti i ardhshëm mbledhja dhe trajtimi i mbetjeve në qytetin e Durrësit do ndryshojë. Pra do kaloj në pjesërisht edhe në pjesën e riciklimit. Shtimi sipërfaqeve të gjelbërta, duke pas parasysh betonizimin, natyrisht tu përmendet që do kemi për rivitalizimin e kvartaleve, por atë që do propozoja do ishte që neve duhet kemi patjetër krijimin e disa parqeve, sepse për ndryshe do vuajmë nga problematika që po i shohim sot e kësaj dite që po përballemi. Problematikat e ujit pishëm dhe trajtimi i ujrave të ndotura, natyrisht qyteti jon e kemi tregu si brenda qyteti, sa herë që bie shi, kemi problematika me anën e tërheqjes së ujrave të shiut, automatikisht sepse ato përzihen me ujrat e ndotura, dhe për trajtimin e ujit të pishëm për banorët, kemi marrë fond dhe pafund, kemi bërë një ujësjellës të ri, ndërkohë që gjithë jemi dëshmitar që neve nuk kemi ndonjë përmirësim për sa i takon sistemit të furnizimit me ujë në banesat tona, jemi në po ato nivele, mund të kemi 1 orë ujë më shumë. Kam theksuar disa herë, me qenë se diskutohet për buxhetin, për sa i takon pjesës së trajtimit të sipërfaqeve të plazheve, neve bëm një eksperiment, jemi akoma brenda eksperimentit, ku nga ana e qeverisë me një VKM ju hoqet drejta që të kenë kush kërkon sipërfaqe plazhi, dhe në atë rast bashkia do kishte një të ardhur dhe natyrisht do ishte më i monitoruar sipërfaqet e plazhit. Nga VKM-ja e qeverisë është thënë dhe tashmë është ligj për një viti që kam të drejtë vetëm hotelet të cilët janë në zonën e plazhit të kenë sipërfaqe. Automatikisht kjo përkthye në një rënje të buxhetit të bashkisë, automatikisht do kemi rënje edhe në fushën e investimit, pra do kemi më pak fonde, më pak investime. Nga ana tjetër, ishte sfidë besoj për punën e bashkisë që të kontrollonte sipërfaqet që ngelen të pa administruara, ku në syun e gjithë qytetarëve është pa që gjithë Bregdeti i Durrësit ishte i mbushur me çadra dhe inkasimet që ne kemi në bazë të ligjit ishin 70-30 në favor të publikes në këtë rast, nga 60-40 që ka qenë raporti në favor të privates. Do propozoja, sepse është diçka që e ndeshim për ditë, shumë grupe turistike të cilat gjatë periudhës verës po jo vetëm vizitojnë qytetin ton, janë të çorientuara për sa i takon objekteve për të vizituar. Duhet kemi parasysh që fati jonë është që në harkun e 200 metrave nga bashkia, me një rrezë 200 metrash, janë rreth 20 objekte të rëndësishme, historiko-arkeologjike për të vizituar. Natyrisht nga bashkia mund të thonë që ekziston një hartë, për mendimin tim duhet jetë e aksesueshme në rrugë dhe në mënyra të tjera. Do sugjeroja që për këtë rrezë nga ana bashkisë ndofta mund të jepte internet falas, të hymë në të konceptin e Smart City-t. Me këtë rrezë nuk ka nevojë më shumë, ku turistët të kenë mundësi që të hynë ndofta në sajtin e bashkisë dhe në për sajtin ndofta edhe private të cilët e lançojnë këtë, dhe të kemi mundësi që të jenë të vizitueshme nga ana e turistëve të cilët vinë autonom, që mos kemë ndofta një guid që mund t'i përcjelli. Gjithë ato që thash, natyrisht janë pjesë e asaj që është jeta e qytetit, sociale, ekonomike, dhe duhet ishin pjesë në buxhetin afatmesëm. Këtu thash afatmesëm flitet për 2 vite dhe ato që janë lanë si detyra janë këto 4 pike që unë lexova më përpara. Një vretje, po që këtë nuk e di, thash unë jam urbanist, nuk hyn në aspektin ekonomik, po këtë tabela e faqes 15 kemi faktin e 2025-s të realizuara 7.695.859, to janë miliard, pra sepse janë 3-0 mbrapa. Pra janë 7 miliardë 695, ndërkohë që plani fillestar dhe plani parashikuar për 2026 është 6 miliardë 852, pra janë rreth 1 miliard lek më pak. Ndërkohë që bashkia natyrisht diskuton që ne kemi rrit performancën, rritet turizmi, rritet mbledhja taksave dhe tarifave, dhe pretendimi për 2026 jemi 1 miliard lek më pak se 2025-ën, dhe në të njëjtën mënyrë vazhdon edhe planifikimi për 2027-ën, 2028-ën dhe 2029-ën, jemi nën atë që është fakti i 2025-s. Për këtë do doja një interpretim pastaj nga ana
sektorit ekonomik bashkisë, për këto që thash kanë lidhje që është një sugjerim që ne duhet i marrim parasysh ato që janë ato red flagët e qytetit në mënyrë që mos përballemi pastaj me problematikat akute që na lindin gjatë vitit. Faleminderit. Faleminderit zoti Muka. E ka kërkuar fjalën drejtori Resha, pastaj me radhë. Neve diskutuam pak në dëgjesën publike edhe me zotin Muka. Unë mund të bëj vetëm një përmbledhje, jo për replik, por më shumë për pjesën tjetër që nuk ishte. Tek ky plan buxhet ka një fond të dedikuar për infrastrukturën kulluese, plus atyre që ju si përthat, dhe për sa i përket edhe terreneve sportive që diskutuat pak më sipër, neve kemi konsideruar dhe riabilitim sheshesh. Për sa i përket terreneve sportive, kemi investuar në disa njësi, jo vetëm për ata të cilët janë profesionistë, por edhe për komunitetin i cili mund ta përdori këto ambiente të dedikuara. Disa prej tyre janë multidisciplinore, disa janë vetëm për pjesën sportive. Një prej tyre me parametra goxha të larta për pjesën sportive do jetë edhe fusha në Katundin e Ri, fusha sportive. Por patjetër që do ketë dhe investime të tjera në njësi të cilat nuk kemi investuar. Aktualisht kemi një investim në Shinovlash, edhe në fushën në Qafzota, e cila mund të përfundoj për rreth një muaj. Për sa i përket pjesës tjetër për ujin e pishëm, neve ne është prezantuar një master plan nga Akuku, e cila përfshin investime jo vetëm në ujin e pishëm në gjithë territorin e qytetit Durrësit, por dhe në përmirësimin e kanalizimeve, të cilët mbikëqyret nga ata. Për këtë ata nuk ka një vlerë, sepse kanë paraqitur komplet projektin, është një financim me bankën botërore, do të thotë një financim i madh, gjithsesi mund t'ju bëjmë një prezantim në çdo moment të asaj që na është prezantuar. Do të fillojnë, në mos gaboj, fillimi është në 2027, është ndarë në lote dhe në zonat caktuara. E përfshin dhe ujin e pishëm dhe kanalizimet. Për sa i përket infrastrukturës kulluese, aktualisht në fondet e trashëguara kemi një ndërhyrje tek zona pranë zjarrfiksës, ku kemi konstatuar si zonë kritike. Kemi ndërhyrje në shëndetëtoren Taulandia dhe kemi edhe ndërhyrjen që po bëhet në hyrjen kryesore të qytetit, rruga Adria. Këto paktën janë konsideruar emergjente për pasur një farë përmirësimi në pjesën e përmbytjes për kanalizimet e mbyllura. Ndërkohë, me fondet e trashëguara kemi futur dhe pastrimin e kanalizimeve për pjesën të cilën nuk e përfshin UKD-ja, për pjesën ekzistuese. Do të thotë sipërfaqja dhe territorin të cilën ata kanë përfshirë në buxhetin e 2026 që është e zauruar, pjesën tjetër do pastrohet dhe do mirëmbahet nga ana e bashkisë. Faleminderit. Faleminderit drejtori Resha. Po, Edlira. Okay. Në lidhje me buxhetin, gjithmonë buxhetin në afatmesëm, a ka një fond në lidhje me transportin urban në drejtim të rritjes së linjave, por e të fashave orare, sidomos në sezonin veror, kur Durrësi është kaq i populluar dhe nga turistët, pasi ndërkohë që bashkia ka nxjerrë vendimin për parkimet, duhet të tregoj edhe çfarë fondi ka për të rritur transportin dhe për të përmirësuar transportin urban në drejtim si të shtimit të linjave, por edhe të fashave orare të tij, e para dhe e dyta. A ka një fond në lidhje me për banesat sociale, pasi për 4 vite akoma nuk është dhënë asnjë banesë sociale, vazhdojnë të marrin vetëm ata që kanë qenë në listat ekzistuese, por edhe fonde për bonuse e qiraje për familjet në nevojë ekonomike. Në pikën 11 ishin disa familje sot, dhe sigurisht unë votova pro bashkë me anëtarët e tjerë të grupit, por nuk u dha sqarim në fakt që sa janë kërkesat edhe për bonuse e qiraje, po edhe për banesa sociale, të cilat nuk është dhënë asnjë, por edhe bonuse qirare në dijenin time, për sa kam marrë informacion, kërkesat janë shumë të shumta, nga që është në të fakt ajo pjesa e financës që jepet për këto bonuset e qiras. Këto janë çfarë vendi zë në buxhetin afatmesëm, fuqizimi i transportit publik dhe edhe për banesa sociale, por edhe për bonuse. Përshëndetje, faleminderit për pyetjen.
Për sa i përket pyetjes për banesat sociale, aktualisht ne jemi në përfundim të procesit të rindërtimit dhe banesat e mbetura do shikon me përparësi për të zgjidhur një pjesë të mirë të çështjeve të strehimit social. Ndërkohë nga ana tjetër lidhur me përmirësimin e transportit, ju siç e dini që ekziston dhe një vendim Këshillit Bashkiak i miratuar për subvencionimin e shoqërive, të cilat do të plotësojnë disa kushte, duhet respektojnë frekuencat, por nga ana tjetër jemi në fazë studimi dhe me një projekt të detajuar nëpërmjet mendimën e bashkëpunim me GIZ-in për ta zhvilluar dhe ta përmirësuar transportin publik. Faleminderit nën kryetar. Po janë parashikuar në projekt buxhet. Është detajuar në listën e projekt buxhetit. Faleminderit nën kryetar. Pyetje tjera ka? Po zoti Markola. Faleminderit. Atëherë projekt buxheti afatmesëm është një farë mënyrë një projekt buxhet në makro, jo në mikro siç referohen. Dhe të gjitha sugjerimet që u thanë këtu mund të orientohen edhe në dëgjesat publike tek projekt buxheti i vitit që vjen pasardhës. Desha të sqaroj, u tha që janë ripërsëritur disa herë, normal që do përsëriten disa dhona sepse për shembull vitin 2026 ka 3 vite që e kalojmë vit pas viti. Për pjesën pse faktiku i 2025 është 77 miliard realizimi dhe teoriku i 2026 duhet të kuptojmë se këtu kemi të bëjmë me një plan faktik që ka ndodhur, ndërsa 2026 është plan teorik që akoma nuk është mbyllur dhe mund të jetë 82 miliard, jo 77. Dhe këtë gjithmonë bëjnë këtë gabimi që krahasojnë planin faktik me planin teorik. Teoria është teori, faktiku është fakt, ka ndodhur. Kjo është sqarimi. Faleminderit zoti Markola. Kalojmë votim. Pyetja ime ishte konkrete. Thash, me qenë se shohim që në vitin 2025 ne kemi një realizim, 2026 me qenë se realizimi dhe gjithë pjesa e buxhetit del pasi neve shohim sa kemi realizuar, si ka mundësi që 27, 28, 29 janë më pak se 25-a? Kjo është pyetja ime. Faleminderit. Faleminderit. Kalojmë votim. Do ta sqarosh kryetar, po të lutem me kuran nën kryetari. Atëherë, siç e dini, buxheti i bashkisë nëpërmjet fondeve të tjera përbëhet edhe nga taksa dhe tarifa të ndryshme. Taksa ndikimit në infrastrukturë është e paparashikueshme. Në vitin 2025 ju e keni bazën faktike të vjeljes së taksës ndikimit në infrastrukturë. Projekt buxheti i afatmesëm është një projekt buxhet i cili do të kalojë në Këshill me miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2027, ku të dhënat do të jenë më reale dhe më të sakta, dhe është një projektim të ardhurash që do të reflektohen në mënyrë të saktë në momentin e miratimit të buxhetit. Faleminderit nën kryetar. Kalojmë votim. Po kam diçka, të lutem. Mos e hap mikrofonin, le 10 minuta për çdo pikë, për zotin Muka nuk do e bëj. Të lutem sa më përmbledh me gjona. Jo e hap te pika 2-1 orë, këtu që do të më fol tamam, don pastaj kohën e plot. Të lutem se kalojmë votim. Të lutem. Me 26 vota pro, 1 abstenim dhe 6 kundër, miratohet dhe pika 16 e rendi ditës. I jepet fjala për projektvendimin e pikës 17, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj.
Atëherë dhe 17-ën e si komision e votuan pro dhe ftojmë Këshillin që të japi voton pro sot. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni Buxhetit, Financës, Taksave dhe Tarifave, zoti Roland Xhelilaj. Si pikë shumë në vëmendje të komunitetit, komisioni e kaloi me votë unanime për miratim Këshill Bashak. Faleminderit zoti Xhelilaj. Komisioni Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Shëndetësisë, zonja Mirela Shala. Komisioni Mbrojtjes Civile miratoi me pro pikën 17 dhe fton Këshillin për votim. Faleminderit zonja Shala. Komente pyetje ka për pikën 17? Kalojmë votim elektronik. Me 33 vota pro, miratohet dhe pika 17 e rendit ditës, i jepet fjala për prevendimin pikës 18 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Edhe 18-ën, edhe 19-ën i kemi votuar pro. Me radhë, 18-ën e votuam pro dhe ftojmë Këshillin që ta miratoj sot. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni Buxhetit, Financës, Taksave dhe Tarifave, zoti Roland Xhelilaj. Edhe komisioni jonë me votë unanime kalon Këshill Bashak për miratim. Faleminderit zoti Xhelilaj. Komisioni Marrëdhënieve me Jashtë dhe Integrimit Evropian, zoti Luan Nezha. Luanit, lutem, thërrit mikrofonin. Po, përshëndetje, u mlodhëm komisioni dhe ne jemi dakord që të kalojë. Faleminderit. Faleminderit zoti Nezha. Komente pyetje ka për pikën 18? Nuk ka, kalojmë votim. Me 33 vota pro, miratohet dhe pika 18 e rendit ditës, i jepet fjala për prevendimin pikës 19 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe 19-ën e votuam pro dhe ftojmë Këshillin që ta miratoj sot dhe ta mbyllim mbledhjen. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni Strehimit dhe Shërbime Publike, zonja Marsida Feshti. Edhe Komisioni Strehimit dhe Shërbime Publike është dakord që pika 19 kaloj për votim në Këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Feshti. Komente pyetje ka për pikën 19? Nuk ka, kalojmë votim. Me 33 vota pro, miratohet dhe pika 19, ju falenderoj për angazhimin, faleminderit, mbledhjen e deklaroj të mbyllur.